Nura dhe Roberti shfaqen përsëri bashk nga festa e ditëlindjes së tyre Reni. Një ditë e veçantë për vojzën e këngëtores Nura Istrifi dhe Robert Berishas. Reni, vojza e tyre, mbushi plot 10 vite jetë dhe festoi ditëlindjen në një ambient të dekoruar plot ngjyra me një tematik magjike, ku ajo ishte padyshim superylli i ditës. Edhe pse Nura dhe Roberti tani më janë të ndarë prej kohësh, ata treguan edhe një herë se kur bëhet fjala për Renin, dashuria prindërore është ajo që i bashkon. Të dy ndon momentin nga festa në rrjetet sociale, duke e uruar të bien me fjalë të ëmbla dhe për plot emocione. Gëzuar ditëlindjen për dritën e syve të mi, Reni dhjet shkroi Nura në një story, ndërsa Roberti postoi një foto të vojzës me tortën në formë ylli dhe mbi shkrimin "Ti je një yll", duke e bërë të qartë se Reni është krenaria e tij më e madhe. Festen e mbuluan dekorime elegante, shumë ngjyra, pastel dhe buzëqeshje, një kujtim i bukur për një ditëlindje që nuk ishte se si të ishte më e lumtur. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.